Përshëndetje, Përshëndetje nga telefonon zonjë. nga Prishtina. Si je dashur? Mirë, faleminderit ju. Mirë dhe ne, faleminderit. Vjen mirë. Kush i ka fajt nëse shkojmë në zgjedhje? Po, jo VV-ja, po Albin Kurti. Se aty veç Albin Kurti vendos. Se pyta s'kem tjetër. Po? Dhe ti vë faj vetëm Albin Kurtit. Po, sigurisht. A i për qeveri ka vota, pse se formon qeverin? Pa qeverin do ta formoj. Mirë po, kur i puna tek presidenti? Po të presidenti nuk i ka votat. Po. E duhet më marrë vesh me parti tjera. E duhet me lëshu për hir të shtetit. Edhe e kam një vërejtje për këtë paraforcin, mërgjimtarin, që tha, na s'kem ku me shku, e kem vend. Jo, a i ka ku me shku, na s'kem ku me shku tjetër kond, na e kem vendin qëto. A i vetë po ka zonë që punon në Gjermani, punon atje jashtë, e s'kem ku me shku. Qëfar të mire ka bo Albini për gjuna është, jo si po tojnë tur, por gjuna për Kosovë që ka bo. E ka shkatru Kosovën krejt. Zonjë, Ka faleminderit. mire pat paraforci tjetër, si ta 20 miliard, as një të mirë se ka bo për Kosovën. E fajsojnë opozitën se s'po kësishnë. E shojnë kush është Albini, zojnë me bashkëpunu me te. Zonjë, faleminderit shumë. Turoj shëndet. Jo vetë vendosja, tha. Albin Kurti.